cili është armiku më i madh i njeriut. Shpesh njerëzit mendojnë se armiku më të madh e ka filanin apo pistekun, ndërsa Allahu xhaleshanuhu armikun më të madh dhe më të përbetuar na tregon neve se e kemi shejtanin dhe nefsin. Prandaj kur themi lufta me nefsin, nuk e kemi qëllimin që njeriu të dalë në fushë betejë të luftojë armikun, por qëllimi jonë është që njeriu të rezistojë mëkateve dhe gjinahe që mos e kundërshtojë urdhrin e Zotit xhaleshanuhu. Pra, kjo temë është e temë që ka të bëjë me zemrat, nga adhurimet e zemrave është që njeriu në mënyrë të vazhdueshme ta frenojë epshin dhe egun e tij. Prandaj të nderuar besimtar, fjala nefs në Kur'anin Azimushan vjen me 3 kuptime. Kuptimi i parë është shpirti qetësues që e qetëson njeriu. Prandaj kemi besimtarë dhe njerëz të mirë të cilët në mënyrë të vazhdueshme ishin të qetë. Nga se Zoti xhaleshanuhu dhe përpjekja e tij ka qenë që ta kenë të shpirt në zemrën, në trupin e tij. Kuptimi i dytë i nefsit, shpirti që në mënyrë të vazhdueshme ta tërheq bërejqin. Pse e bëre këtë vepër? Pse e tha këtë fjalë dhe kështu me radhë? Dhe kur përmendet fjala nefs në Kur'anin Azimushan, e ka qëllimin luftimi i egos i epsheve tuaja. E sot do të përqendrohemi në këtë temë inshallah taala. Allahu i madhruar në Kur'anin famëlar për këtë lloj të nefsit thotë: "Wa ma ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi." Dhe unë nuk e shpejsoj egon time, nefsin tim. Inna an-nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi. Me të vërtet, egoja ime është e prirur për të më çuar të veproj punë të këqija, përveç se atë që e ka mëshiruar Zoti i madhruar. I nderuar i vëllai, njeriu ka nevojë më së shumti që ta frenojë, ta dominojë epshin e tij, se sa një baba që ka nevojë ta frenojë fëmijën e tij që mos shkojë në vende që do ta dëmtojnë trupin e tij. Prandaj Allahu i madhruar në Kur'anin famëlar thotë: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Edhe ata të cilët bëjmë përpjekje në emrin tonë, në rrugën tonë, thotë Zoti xhaleshanuhu, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, ne padyshim që do t'i udhëzojmë, do t'i drejtojmë në rrugën tonë të drejtë. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Me të vërtet, Zoti i madhruar është me bamirësit, me njerëzit e mirë. Kjo jetë kuranore neve na mëson një gjë shumë të rëndësishme. Për të arritur udhëzimin e Zotit të madhruar, duhet përpjekja, mundi jonë, përmes leximit dhe kështu me radhë, me lutje e me përpjekje maksimale. Nëse kështu ndodhen i nderuar i vëllai, atëherë Allahu xhaleshanuhu na ka premtuar udhëzimin dhe drejtimin në rrugën e drejtë. E të gjithë ne e duan udhëzimin. E kush prej nesh nuk e don udhëzimin, rrugën e drejtë, rrugën që na çon deri në xhennet. E kjo rrugë i nderuar i vëllai duhet të përmbushet me përpjekje, me mund, me djers edhe me sakrifica të ndryshme.